Miqtë Prizmos, vizita e grupit të deputetëve nga Komisioni i Jashtëm e Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian, sigurisht, kishte disa pika të rëndësishme. Një nga më të rëndësishmet ishte se ato jepnin mbështetjen e Shqipërisë për të integruar dhe për të kontrolluar. Kishin shkuar edhe në Malzi dhe sigurisht po e njëjta situatë në një farë mënyrë për reintegrimin. Ata po bëjnë një sondazh duke dalë në terren, po themi, dalin në Evropë. Edhe Malizi edhe sigurisht Shqipëria janë pjesë, si të them tash, e përafrimit me Evropën në mënyrë të shpejtë. Dhe kjo duhet na gëzoj, duhet na mobilizoj akoma më tepër në këtë lloj drejtimit. Kryesohet nga kryetari i Komisionit të Jashtëm, shumë e rëndësishme kjo, zotin McAllister, njoftës i jashtëzakonshëm i Shqipërisë, pjesëmarrës në shumë momente kritike të Shqipërisë në raport me në kohë, besoj e dini kohë e Sali Berishës edhe Lulzim Bashës 2016, 17, 18 me radhë kompani, shpeshherë vizitues në Partinë Demokratike dhe patjetër edhe ke socialistat. Pra, ai njeh Shqipërinë jashtëzakonisht mirë. Njeh Sali Berishën, njeh edhe Edi Ramën, njeh edhe gjithë aktorët dhe faktorët që janë në Shqipëri. Dhe patjetër që ai është edhe i mirë ditur, por njëkohësisht edhe njëri i sigurt atë që thotë, duke njohur terrenin. Gjëja e parë që tha se nuk shkohet me Molotov më, nuk s'ka parti politike normale në Evropë që protestën e tyre bëjnë me Molotov, me djegje, me dhunë, ja është e papranueshme, as së respektueshme, dhe njëkohësisht as ka për të vlerësuar ndonjëherë. Dhe kjo u sqaru, u mor vesh. Sigurisht ta që kujdes me ligjet dhe me ndryshimin e tyre, duhet i bënin përputhje me ne dhe mos i binin qafë kushtetutës, e tha edhe nëpërmjet atij Gonzatos. Por nuk është se ndaloj, nuk donte të jepte përgjigje për sa i përket Ballukut, është çështjen e tij, nuk merr me emrat përveçëm këtë punë. Po kur e pyeten për a ke takuar do të takosh Sali Berishën, që e njeh shumë mirë, jashtëzakonisht mirë. Si parën e kuqe e njeh. Ta kam takuar Bardhen, kam takuar Tabaken, kam takuar edhe Vokshin, por tani jam nisur në aeroport, do shkoj në Frankfurt dhe kjo është rruga ime. Pra, s'kam nge, sepse jam për rrugë, kam nge të takoj Sali Berishën. Sali Berishën ka vizituar një sa vet aty, po jo komisioni, s'ka pas vizitë zyrtare në Partinë Demokratike nga komisioni i jashtëm evropian. Kështu që kjo është një nga goditët e të shpullet e mëdha, e cila e ka bërë Sali Berishën mos daljes në konferencë shtypi. Kush e di sa mund të ketë vjellë çka ka dasht, por kjo ishte një nga ato shpullat e vërteta, sepse ka kujtuar se mos këta tash po ilpin edhe herë, pa them copë të mrapanicën Sali Berishës edhe po i thon aman ku je, sepse na duhesh edhe herë tjetër, se kemi frikë se mos na djegësh Shqipërinë. I thanë që po e dogje, do të kesh pasoja të mëdha, sqarun, i papranueshëm këtë drejtim. Edhe nuk kanë si një që është non grata në dy vende të botës perëndimore, të jetë kaq shumë grata edhe nga Komisioni i Jashtëm Evropian, i Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian. McAllister është i ditur për këtë punë dhe është i qartë se si funksionon. Këto ishin element që ndryshëm, po njeri aty i thot të Ballës, edhe këtu duhet ndale, që pse u bashkuat ke bordi i paqes në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të shti këtu duhet mu ndale dhe duhet të sqarojnë. Dje e thashë, shpjegova këtë punë, po duhet shpjegu edhe në konceptin se si veprohet me evropianët. Ne duam fort Evropën, ne duam fort, jemi pjesë e Evropës, jemi pjesë e tyre, kemi miq të mëdhenj. Kemi Italinë mike, kemi Gjermaninë mike, Austrinë mike, shumë vende mike, Norvegjinë, Holandën, Francën, gjithë kemi miq. Por miq, me gjithë miqt ne kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne nuk mund t'ia prishim kurrë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në sajt Shtetet Bashkuara të Amerikës sot jemi 2 shtete shqiptare. Vetëm sajt Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk jemi më të vegjël. Ai deputeti ishte përfaqësuesi i një shteti i cili sigurisht për atë shtet nuk do kishte ekzistuar Shqipëria, si për mirë, si për keq.
Nuk bëhet fjalë për sot është një shtet shumë i dashur për ne, por nuk do ishte Shqipëria. Dakord? Shqipëria është sepse iniciativat e mëdha, përgjigjet diplomatike dhe ushtarake, politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë pro kombit shqiptar. Është vendi më i sigurt për ne, krahas disa vendeve tjera, po i madh i botës, demokratike gjithmonë, që do kombin shqiptar. Me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po e përsëris edhe herë, kombi shqiptar është më i madh, është me 2 shtete sot. Dhe nesër mas 10, 15, 20 ose 30 vjetësh ka përqenë akoma më i madh. Sepse kështu janë Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe ne nuk mund t'i marrim leje as kërkujt në Evropë për të shkuar në partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është i padiskutueshëm. Ashtu sistemi, për shembull ka thënë Rama që shiko, po kërkoj diçka në marrëveshje Italia, ne do të themi po, sepse ajo gjinet e para. Është partner strategjik e vend mik i joni në çdo rrethan. Imagjinoni tash që me tani jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos në raport me çështjet kombëtare tonat. Çështjet e integrimit ne i kemi me Evropën, por siç e thash edhe në tjetër, Evropa nuk ka ku të na çojë, ku të na çojë Evropa. Na qesin në Afrikë. Nuk na qet dot në Afrikë. Sepse jemi para Evropës në Evropë. Dakord? Para norvegjezëve dhe danezëve, finlandezëve. Shke nevojë ke arkeologji që e vërteton. Kulturalisht. Pra, për ça? Ne këtë tokë kemi ne këtu. Dakord? Flasim edhe gjuhën tonë që është ndryshme me tyre, jemi në natyra të ndryshme. Po për të luftuar për këtë tokë kemi luftuar ne dhe diplomacia më e madhe e botës edhe njëkohësisht. Forca ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës, që sot kemi edhe një realitet tjetër, një shteti tjetër që është Kosova. Shtet tjetër shqiptar. Jo të majmunëve post-jugoslavist aty që thonë shtet kosovar, kom kosovar dhe gjuhë kosovare, kështu marrëzirash. Tipik Rankovician edhe titistë të Kosovës sotme, që sigurisht do t'ishin, sepse trashëgimi, siç kemi ne verishtë tu, kanë ata titistë edhe kardelistë edhe rankovistë edhe kështu pisash, idiot që mohojnë kombin e tyre. Në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës janë siguria jonë maksimale e forcës, e ushtrisë me një fjalë, e ekonomisë edhe njëkohësisht e diplomacisë ndërkombëtare, politikës ndërkombëtare. Kemi miqboll, por miku kryesor i joni është Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne nuk i marrim leje Evropës nëse do shkojmë apo nuk do shkojmë ke bordi i paqes. Ne duam shumë Evropën, e kemi shumë xhan, e dashurojmë, ka njerëz boll në Evropë, kemi gjysmën e popullsisë atje, e kemi në Greqi, e kemi në Itali, e kemi në Gjermani, e kemi kudo në Evropë, kemi edhe në Amerikë sigurisht, po partneritet për kombin në mënyrë të besueshme dhe të vazhdueshme kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës që në vitin 1919. Në mënyrë të besueshme, të vazhdueshme dhe të sigurtë. Është vendi i parë që ka njoftë shtetin shqiptar të 1920-s, Kosovën në 2008, ka luftuar për to, ka mbrojtur qenien komb shqiptar dhe vazhdon ta mbrojnë qenien komb shqiptar. Çënsi ka, nëse është Trumpi president apo është Clintoni, apo është Obama, o nuk e di Biden, o nuk e di Bush, ku diun Bushi tjetër, Carter, njëjta gjë është, absolutisht e njëjta gjë. I njëjti qëndrim mbetet. I njëjti ideal, e njëjti frymëzim kombesh. Kështu që s'ka nevojë edhe nuk e di çfarë ka thënë Balla, po me sigurisht këtë gjë që po i them unë. Marrim leje kuj se do shkojmë ke bordi i paqes. Kështu, miqtë e mi. Partneriteti dhe besnikëria ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës as nuk diskutohet çdo që thot Evropa. Nëse Evropa nuk na do se ne shkojmë në Amerikë, ne vazhdojmë ta duam, por kaq na bën. Mund edhe mos na marrin me vete, hallemal. Ne do vazhdojmë kështu siç jemi në këtë lloj forme. Po nuk besoj se mendimi i një eurodeputati aty kot profesion edhe Evropën, ata e dinë që ne e kemi këtë dashuri dhe e kemi këtë shtetet shqiptare, e dinë edhe për ne dhe për Kosovën që ne nuk mund të bëjmë pa Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu sikur nuk mund të bëjmë edhe pa Evropën. I kemi të dyja xhan shumë, i duam fort. Me herë në njëna prej tyre edhe let, po kjo jo nga Amerika.
Një është edhe Bashkimet e Amerikës, zbën vakine. Ne i Shtetet e Evropës edhe mund të losin. Shpresojmë që Bashkimi Evropian të jetë ndryshe. Dakor. Tjetra ishte Prince Williams, Prince Andrew, se nga trova me nipin. Tjetra është pikërisht me Prince Andrew, i cili ka qenë gjithmonë problematik për Bretnin. Është i vllai King Charles, mbretit të Britanisë. Është arrestuar, është vënë në prangat e policisë, sepse sigurisht janë kapur element dosës edhe fajlëve Epstein, dhe kanë dalë edhe element të cilët sigurisht nuk kanë të bëjnë thjesht me skandale seksuale edhe morale, që Prince Andrew i ka pas gjithmonë. Nuk është princ sot që ja kanë dizeredato, ja kanë heqë disa trashëgimni. Problemi është që aty kanë dalë disa sekrete shtetërore të cilat janë thënë nga Prince Andrew kur ka bërë vizitat e tij zyrtare në vende të ndryshme të botës. Ka shkuar në vende të ndryshme të botës dhe ka bërë dhe relacion këtij të super korruptorit, pedofilit edhe njeriut degrad siç ishte Epstein, i cili ka vdekur në burg, në rrethana të çuditshme. Prononcimi i parë i King Charles është që Decia ka punën e vet, por majmunati këtu ke ne do ta interpretoj kështu, da lidhi me çështjen e ballukut me këtë. Për këtë mund të sqaroj shumë kollaj, shiko. Një hajdut edhe një hajnesh ose hajn është thjesht hajn edhe hajdut, kaq. Jo më tepër se kaq, edhe duhet vërtetuar që është i tillë. Ke Prince Andrew nuk po diskutohet nëse është hajn apo imoral. Për këto i ka mrapa, po diskutohet që ka punuar kundra vendit të tij. Ka nxjerrë sekretet jashtë. Pra, ka thyer edhe atë që nuk është kod më, po është ligj të mbretërisë dhe është bërë tradhtar i vendit vet. Se këtu shkon puna. Dhe ka një renditje faktesh. Përse i përket çështjes penale dhe të keqe. Nuk është i barabartë një hajn me një tradhtar të vendit vet. Një hajn është një hajn. Vërtetohet, shkon në burg edhe kaq, po jo më tepër se sa kaq. Një vrasës është më tepër, se vret njeriu, është më tepër se një hajn. Me fjala balluki është thjesht një hajn, se Librisha është edhe vrasës. Një hajn, që ka vjedhur rrugën e kombit, s'ka lënë gjë pa vjedhur, edhe rrugë, tendera, bile aty vjedheshin pa kriter, që të dilte përpara. Këta vjedhin me dokumentacion. Një hajn, po edhe vrasës. Tash e di se është problemi për Prince Andrew, nuk ka vjedhur, mbase s'ka vjedhur gjë, mbase nuk është vrasës, s'duhet të jetë, po është tradhtar i vendit vet, pra është grada më e lartë. Dhe nuk jemi njësoj. Thonë, ai ishte morën e arrestuar. Ai para punës ja kanë heq imunitetin, s'ka imunitet, se e kanë larguar nga përfaqësimi, po e dyta në këtë pikë nuk ka imunitet, asnjë lloj imuniteti, dhe një deputet kapet në flagrancë arrestohet. Edhe ati kanë dalë dokumentacione që ka dhënë relacione për mbi vizitet e tij shtetërore në vende të ndryshme një personi si Epsteinit. Dakor, e fundit ishte pa nervoz me Josefina Topalli me atë deputetin e Fierit, Zeqinen. Zeqinen ka marrë vota shumë më tepër se Topalli. Topalli thotë, Partia Socialiste ka pas dikur Fatos Nanon, e profesor Recep Mejdanin, Servet Plumin, ka pasur njerëz të mëdhej, si më thanë, Ditor Agollin, kjo i ka respektuar dhe shumë, se disa respekton Këshidjanash, Josefina. E tash thotë ka Zeqinen. Po tash po të nxjerrësh Zeqinen me vendin e saj në Fier dhe Josefinën në vendin e saj në Shkodër, shef diferencat në vota. Shumë. Edhe Zeqinen i thotë, shiko, ma Josefin, të ka vdik koha juaj, koha zheleve, që të kapit për zhele të nxjerrë një jashtë. Sepse kjo vetë e krun me këtë gjë. Më vjen keq që themi këtë punë, por do që të çojë nivelin e madh të saj, aristokratik të jashtëzakonshëm, në krahasim me Zeqinen. Aristokracinë e Partisë Demokratike aty që një krah rrin me një vrasës si Sali Berisha dhe Grabites, edhe tjetrin krah me Grabica që ka po ke Partia Demokratike, me 1000 akuza,
ku diun se çfarë janë që hajdutësh i ka dhe Partia Demokratike aty. Sigurisht ka dhe Partia Socialiste, i kanë shkuar edhe në burg. Por kur matesh të flasësh, duhet patjetër të llogarisësh edhe bëmat tuaja. Edhe formën dhe sjelljen. Sepse sigurisht Zeqineja gojen me vete e ka dhe ka argumentet e saj edhe Zeqineja. Ajo nuk ka shkuar të përfaqësojë dhe të zëvendësojë as Servet Pllumin, as Dritora Gollin edhe as Fatosnanën aty, që ka respektuar shumë kjo Jozefina. Ka shkuar të përfaqësojnë ato që janë si Zeqineja. Dhe Jozefina aty ka përfaqësuar gjithë ato që janë si Jozefina këtu në Shkodër. Dakord? Ja, kaq desha të them.